Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim bëri thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e 13 dhjetorit pro ÇK-s në Shkup. Kryetari Ali Ahmeti apelon se protesta synon kërkesën për drejtësi dhe hedhjen poshtë akuzave të fabrikuara nga Serbia dhe Rusia, duke shtuar se pjesëmarrja është një akt përgjegjësie për nderimin e sakrificës dhe mbrojtjen e së vërtetës historike. Ne dalim me përgjegjësi për të nderuar sakrificën dhe për të mbrojtur të vërtetën e historisë son, apelon Ali Ahmeti. Opozita maqedonase paralajmëron se shumica në pushtet planifikon të pranojë migrantë në formën e punëtorëve ekonomik. VMRO-DPMNE do të riemërojë statusin e migrantëve në punëtor ekonomik, me sa duket kjo është arsyeja pse u premtojnë atyre punë dhe akomodim pra qëndrim të prershëm, paralajmëron LSDM. Sipas saj punëtorët e huaj vijnë përmes lejeve dhe agjencive. Merret kryeministri Mickovski tha se migrantë pa lishëm do të jenë të lishëm. Nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë së Veriut është përgënjeshtruar informacioni për krijimin e qendrave për pritjen e migrantëve. Mbëri në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut propozimi për shkarkimin e kryeprokurorit Lupço Koçevski. Kuvendi njoftoi se do të japë informacione shtesë. Procesi për shkarkimin e Koçevskit, i cili ishte ndërprer pas tragjedisë në Koçan dhe ishte pezulluar përkohësisht gjatë periudhës zgjedhore, rifilloi me vendim të qeverisë. Siç deklaroi zëdhënësja e qeverisë Maria Miteva, shkarkimi propozohet për shkak të gabimeve të rënda profesionale në drejtimin e prokurorisë publike, të cilat sipas saj kanë çuar në cënim të efikasitetit dhe funksionalitetit të prokurorisë. Sipas shkeljive të kryera vlerësohet se është vënë re dobësimi i funksionalitetit të prokurorisë publike dhe është cënuar seriozisht integriteti i institucionit. Maqedonia e Veriut hap tunelin e 14 hekurudhor Bellokos-Kriva Pallang. Nga drejtoria e kurudhës së Maqedonisë u publikua një video nga hapja e tunelit. E hapëm tunelin e parafundit nga gjysej 15 në seksionin hekurudhor nga Bellakoca deri në Kriva Pallang. Kjo është pjesa e dytë e ndërtimit të hekurudhës drejt Bullgarisë, shkruan mes të tjerash kreu i kësaj drejtorie Ivanovski. Administratorët e gjykatave paralajmërojnë grevë në Maqedoninë e Veriut. Punonjësit në 4 gjykata kanë njoftuar bojkotin pasi ende nuk e kanë marrë pagat e nëntorit. Nga sindikata informojnë se të prekur nga kjo vonesë janë deri në 1600 punonjës. Si Sindikata e Pavarur Administratës Shtetërore dhe ashtu dhe Sindikata e Pavarur Administratës Gjyqësore i kanë lëshuar kërkesat qeverisë dhe institucioneve kompetente duke paralajmëruar për një grevë të mundshme në të gjitha gjykatat nëse kushtet nuk përmirësohen dhe problemi mungesës së stafit nuk zgjidhet. Rajoni. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti mohoi ndasitë e krijuara në politikën e jashtme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë televizive, shefi i qeverisë në Prishtinë deklaroi se marrëdhëniet me Washingtonin kanë qenë gjithmonë të mira dhe mos pajtimet kryesore kanë pasur të bëjnë gjithmonë lidhur me Serbinë dhe strukturat e saj dhe asnjëherë për çështje bilaterale. Sipas Kurtit, ka pasur raste kur Shtetet e Bashkuara kanë vlerësuar shumë rigoroz qëndrimin e tij ndaj Serbisë. Në lidhje me përpjekjet për të vendosur rregull në veri të vendit, kryeministri vlerësoi ndërarritjet e kësaj shumice qeverisëse. Ja ka vlerëtur bora që ranë fort. Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial janë zbatuar duke e pasur piknisje sundimin e ligjit dhe organet e rendit e të inteligjencës tek ne kanë bërë një punë të shkëlqyeshme. Dikush mund të mendojë që ka humbur ca Kosova, po më besoj ato që e ka fituar si shtet është pakrahasimisht më e madhe e më e vlefshme. Në 27 dhjetor zgjedhjet në Kosovë do të zhvillohen pranë shërbimit diplomatik në 24 vende nga Australia, Japonia deri në SBA e Kanada. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi njoftoi se votimi do të zhvillohet në 23 ambasada dhe 14 konsullata. Numri i përgjithshëm i votuesve që janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësi diplomatike dhe në të cilat sipas vendimit të KSZ-s do të zhvillohet procesi i votimit është mbi 19.000 votues. Planifikimi fillestar i KSZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Mëteja i shpjegoi se ky vendim i KQZ-s mbështetet edhe në vendimet e fundit të Gjykatës Supreme dhe të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kosova fillon të pranojë migrantët e caktuar për deportim nga Shtetet e Bashkuara, sipas një marrëveshje të arritur në administratën e presidentit Donald Trump. Kryeministri në detyrë Albin Kurti konfirmoi se 1 ose 2 migrantë kanë bërritur duke vënë duke se Kosova po pranon njerëz që Shtetet e Bashkuara nuk i duan në territorin e saj. Marrëveshja e finalizuar në qershor i lejon Kosovës të pranojë deri në 50 emigrantë për një periudhë njëvjeçare sipas qeverisë. Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama mbështet protestën drejtësi për çlirimtarët që do të mbahet të shtunën e 13 dhjetorit në sheshin Skënderbeu në Shkup. Thirrja e tij është për drejtësi, për unitet, respekt dhe mbrojtje të vlerave që bashkon popullin.
Pas Prishtinës dhe Tiranës, edhe Shkupi ngre zërin për drejtësi, shpreh mbështetjen time për të gjithë shqiptarët e Shkupit të gjitha trebave që nesër protestojnë në mënyrë paqësore në mbrojtje të UÇK-s, si vlerë patjetërsueshme kombëtare, shkruan përparim Rama. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Deri në fund të vitit 2026, qytetarët shqiptar do të mund të shërben nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës tërësisht në mënyrë digjitale. Drejtoresha e përgjithshme, Lorena Goxhobelli, në një tryezë partneriteti të organizuar për të diskutuar arritjet, rrjetet dhe sfidat e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në këtë fazë transformimi, tha se puna për digitalizimin po ecën me ritme shumë të mira dhe se ky proces jo vetëm lehtëson punën e përditshme të kësaj agjencie, por mbi të gjithë arrit ndjeshëm cilësinë dhe sigurinë e informacionit kadastral për çdo qytetar. Jemi më pranë se kur digitalizimit të hartave kadastrale. Së bashku me UNOPS kemi nisur punën dhe një proces që kërkon kohë për digitalizimin e plot 33.000 planshetash. Fundi i 2026-s do të na gjejë absolutisht me një kadastër tërësisht digjitale. Deri më sot, Kadastra ofron 10 shërbime automatike përmes teknologjisë blockchain, si dhe ka finalizuar kryerjen e pagesës direkt nëpërmjet portalit e-Albania me kartë bankare. Në fillim të 2025-s kishim 5 shërbime automatike dhe sot që flasim kemi 10 shërbime të tilla që i ofrohen qytetarit. 10 deri 15% e shërbimeve tona ditore gjenerohen automatikisht nga sistemi. Deri më sot, zyrtarisht 79% e aplikimeve në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës trajtohen brenda afateve ligjore. Kuvendi i Shqipërisë miratoi buxhetin e vitit 2026 me 81 vota pro dhe 16 kundër. Gjatë shqyrtimit u paraqitën 10 amendime nga deputetët për rritje fondesh në projekte të ndryshme, por asnjëri prej tyre nuk mori miratimin e shumicës. Ministri i Ekonomisë deklaroi se amendamentet e propozuara nga opozita, të cilat kapin shifrën 278.9 miliard lekëve, te i kalonin 10% të prodhimit të brendshëm bruto dhe do të cënonin objektivat e konsolidimit fiskal. Në total, rreth 8.8 miliard euro do të vijë në dispozicion për shërbimet shëndetësore, pagat, mbështetjen sociale, pensionet, arsimin, bujqësinë dhe transporti rrugor, drejtësinë dhe sigurinë në kuadër të detyrimeve ndaj NATO-s. Vitin e ardhshëm parashikohet të zbatohet formula e re e rritjes pensioneve, e cila do të përfshijë bonuse mujore. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë shpreh shqetësime serioze mbi efektet e paqes fiskale. BE paralajmëron qeverinë shqiptare mbi rreziqet e saj. Komisioni theksoi shqetësime serioze që lidhen me dekurajimin e përmbushjes satimore dhe përsëriti nevojën për vendosjen e masave të forta kundër pastrimit parave brenda këtij propozimi, ndërkohë që vazhdon angazhimin për uljen e numrit të madh të përjashtimeve tatimore, tha delegacioni i BE-s. Zyra e Unionit vlerësoi se këto shqetësime do të adresohen përpara se nisma të konsiderohet të qëndrueshme në kontekstin e integrimit evropian. Endri Shabani do të jetë avokati i ri i popullit. Kandidatura e tij mori firmat e deputetëve demokratë dhe 85 votat e shumicës socialiste. Mbyllet votimi. 85 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër, projekt vendimi miratohet. Në bazë të votimit, zoti Endrit Shabani zgjedhet avokati i popullit. Ai do të zëvendësojë në këtë funksion Erinda Ballancën, të cilës prej 3 vitesh i kishte mbaruar mandati. Menjëherë pas marrjes zyrtarisht të mandatit si avokati i popullit, Endri Shabani vlerësoi një votbesim sa të rëndësishëm aq edhe surprizues për nga dinamika e zhvillimit në sallën e kuvendit. Megjithatë, me keqardhje për vijën e pakuptueshme të partisë së tyre, duhet i falenderoj sinqerisht 35 deputetët e opozitës, të cilët me firmat e tyre më dhanë mundësi të kandidojë për këtë funksion kushtetues, shkruan mes të tjerash Endri Shabani. Bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pranë se Shtetet e Bashkuara kanë propozuar një plan kompromisi në bisedimet për paqe që përfshin tërheqjen e trupave ukrainase nga rajoni Donbasit dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike në territorin e diskutuar. Zelensky tha se ky propozim, i ndihmuar nga palë amerikane në kuadër të negociatave për t'i dhënë fund luftës me Rusin, përfshin idenë që forcat ukrainase të tërhiqen nga zonat që kontrollon në Donetsk dhe pjesë të tjera të Donbasit, ndërsa territori administrohet si një zonë lirë ekonomike dhe demilitarizuar. Pavarësisht kësaj, ai theksoi se detajet mbi qeverisjen dhe sigurinë e kësaj zone mbeten të paqarta. Presidenti i Ukrainës theksoi rëndësinë që çdo vendim për vijat kufitare ose statusin e territoreve të miratohen nga populli i Ukrainës, duke nënvizuar se çdo kompromis duhet të jetë i pranishëm për qytetarët e vendit përmes referendumit ose proceseve demokratike. Parlamenti i Bullgarisë pranon dorëheqjen e kryeministrit Rosen Zhileskov. Pro votuan 227 deputet.
Kryeministri njoftoi dorëheqjen vetëm pak minuta përpara se deputetët të votonin për një mocion mosbesimi kundër kabinetit të paraqitur nga Vazhdo ndryshimin dhe Bullgaria Demokratike, që nga 1 dhjetor i vendi është përfshirë në protesta masive antiqeveritare dhe që u përshkallëzuan në pakënaqësi antiqeveritare për korrupsion, padrejtësinë dhe dështimin në shumë sektor qeveritar. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.